Pre nej janë Bogdanjt, që i kanë dhënë lavdi Hasit, Kosovës edhe Shqipërisë. Pre nej është origjina e lashtë e kastriotëve, si shënohet në fjalorin enciklopedik shqiptar për shekullin 14. Kudo që të shkosh nas, kudo që të shkelish, ka një histori, kudo që të shkelish, ka një lavdi. Por lavdia e lavdive të Hasit është lufta për qërimin e Kosovës. Për të arsye, unë përshëndes këtu popullin e Hasit, i cili në ato ditë vështira u mobilizue i tëri për të ndihmuar shqiptarët e Kosovës, për të ndihmuar ushtrinë shërimtare të Kosovës. Ndërkohë, përshëndes këtu dhe Zojushën Maleckaj, e cila është një herit edhe aktore asaj lufte, po është edhe autore e historisë së asaj lufte. Përgëzime, Zojush. Ju faleminderit. Fjallën do t'ja japim zonjës Tatjana Porllaku, përfaqësuese e presidencës. Mirë se erdhe. Unë kam kënaqësi të veçantë që ndodhen sot midis jush, jo vetëm sepse jam njohur me librin e Raimondës dhe neve e kemi përjetuar luftën e Kosovës njësoj si kur ta kemi pas në shtëpinë tonë. Në shtëpinë tonë e kemi pas të gjithë shqiptarët, po unë jam vajza e Raman Perllakut, kështu që unë e kam pasur edhe një çik më afër. Sepse ne kemi ndjek familjarisht me shumë vëmendje, kemi qenë kontribues si gjithë populli shqiptar, po ndoshta duke qenë afër krahinës Kukësit dhe duke ndjekur me vëmendje edhe luftën e Kosovës, Maqedonisë, të gjithë trojeve shqiptare, e kemi përjetuar hap mbas hapi, e kemi ndjekur në çdo moment dhe ato vite lufte neve i kemi përjetuar si gjithë populli shqiptar, po ndoshta duke qenë më afër asaj krahine, mund të them edhe pak më tepër. Me Raimondën jemi njohur shpejt, njëkohësisht kemi ndjekur edhe aktivitetin e saj, e kemi vlerësuar kontributin e kësaj vajze shqiptare patriote brenda kufive, por në të gjitha trojet teknike të vendit. Ajo ka bërë një heroizëm familjar, sepse nuk ka ndjekur vetë luftën shlerimtare, nuk ka qenë vetë pjesëmarrëse aktive, por njëkohësisht ka aktivizuar edhe prindrit e saj, veçanërisht jatin, i cili duke e pasur vajzë ka qëndruar gjithmonë pranë, por sigurisht i nxitur edhe ai nga dashuria e madhe për atë dheun, nga heroizmi dhe patriotizmi shqiptar, i cili fatmirësisht në familjet dhe vatrat shqiptare, patriote, ka qenë i rënjosur thellësisht dhe pasgjithësisht gjithmonë në vigjilencë dhe në mbrojtje të lirisë dhe pavarësisë kombëtare. Unë jam njohur nga afër me librin, sigurisht ato janë ngjarje të jetuara dhe ashtu siç i tregon Raimonda nuk mund t'i tregoj asnjëri tjetër, ashtu siç i përshkruan ajo që i ka jetuar nuk mund t'i përshkruaj asnjëri tjetër, por unë vetëm do t'i uroja Raimondës që këtë iniciativë të guximshme që ajo e ka në gjak, e ka në shpirt, ta vazhdoj për t'i pasqyruar ato ngjarje, sepse nuk është shumë shpejt, por dhe nuk është vonë për t'ia u lënë trashëgim edhe brezave të ardhshëm, sepse neve kemi përjetuar një histori të cilën fëmijët tonë nuk e njohin. Dhe me kalimin e kohës, sado që sot janë të gjalla plagët e luftës, por vitet bëjnë të tyre, kështu që duhet me ja lënë trashëgim këto ngjarje, këtë jetë shumë të rëndësishme për historinë e kombit dhe popullit shqiptar, trashëgim brezave. Pra dhe nga kjo anë, unë si motër, si shoqe, do ta falenderoja Raimondën për kontributin dhe do t'i uroja sukses edhe punë të mbarë. Në një ndër veprat e tij Hugoi ka shkruar pikërisht këto fjalë. Libri mbetet libër derisa nuk është lexuar, por kthehet në vepër kur lexohet.
Unë uroj që dhe libri i Maleçkës të kthehet në vepër kur ju ta keni lexuar. Fjalën ja japim zotit Shaban Elezi nga Gostivali, bashkëluftar i Raimondës. Mirë dita dhe mirë si u gjeta gjithëve këtu. Erdhën nga Zvica, kalova në për Maqedoninë e për dëbor, të arri këtu të përshëndes gjithëve, apo shtafa përshëndes familjen e Raimondës dhe gjithëve juve prezent. Po mos harrem dëshmorët, lavdiu qoftë atine si kanë luftuar me pushkën. Unë e kam bërë vetëm argat lëkëm. Ditën e mirë. E ftoj një mikrofon dhe i na fjalën sekretarit përgjithshëm të ish përndjekur politik, zotit Besim në Regione. Hajde miku im. Përshëndetje Raimonda, përshëndetje pjesëmarrës, lufttar të Kosovës, të shqiptarëve të Maqedonisë. Sigurisht që unë nuk e kam të vështirë të foli para kamrave, as para mikrofonave, por sot e ndjej vetëm vështirë të flas këtu para jush, për arsye se krenaria ka njerë të ndalë edhe fjallën. Unë jam krenar që Raimonda është Dibrane. Unë jam krenar që Raimonda ka luftuar në Kosovë. Unë jam krenar që Raimonda shkruan për luftën e lavdishme të shqiptarëve për shlirimin e Kosovës. Më thoni zotri dhe zonjat nderuar, çfarë ka një patriot më shumë se sa veprimtaria e Raimondës? Kur e thretat dheu, ka pushkën dhe shkoi lufto kundra Hasmit. Kur e thretat dheu, shkruan luftën që ka bërë. Kur e thretat dheu, i transmeton shoqërisë ato ngjarje të mëdha historike të këtij kombi. Atëhere nuk na ngelet gjë tjetër. Përballë krenarisë të themi që kjo patriote shqiptare të ketë nderimin më të madh nga shteti shqiptar, se nga shoqëria kjo e ka, se nga shoqëria kjo vlerësohet si kur kanë ardhur gjithë ta njerëz tu. Por i bëj një apel medjes, le të dokumentoj atë luftë lavdishme të shqiptarëve që bën për shlirimin e Kosovës. Le ta ndjekim rrugën e Raimondës edhe qindra luftëtar tjerë. Le të përulemi me respekt përpara atyre dëshmorëve të cilët kanë gjakun për kombin dhe nga ne sot kërkojnë vetëm nderim, nuk kërkojnë as më pak, as më shumë. Prandaj, nderim për patriotën Raimonda Maleçka, nderim për luftarët e Kosovës, lavdi dëshmorëve të kombit që po e ndërtojnë këtë komb me gjakun e tyre të pastër, me gjakun e tyre të paharrueshëm për gjithë shoqërinë shqiptare. Faleminderit Raimonda. Më bëre krenar më shumë se çdo ditë tjetër edhe si Dibrane që të kam. Faleminderit. Një student nga Lugina e Preshevës, ai ndodhet këtu në mesnesh në sallë. Por ne nuk do ta lëmë vetëm në sallë. Atë do ta ftoj në mikrofon. Ai është Granit Isufi. Të nderuar pjesëmarrës, e nderuara zonjusha Raimond. Unë vi nga Lugina e Preshevës dhe jam i gëzuar për një rast të tillë. Kur promovohet një libër i një përmase ku brenda tij ka kujtim, omazh, ngjarje, njerëz, vende të rëndë dhe të gjallë. Libri i Hasi mes luftës dhe lirisë i ka të gjitha këto. Pavarësisht se libri në fjalë duket se i dedikohet Hasit, njërit nga vendet më strategjike, por edhe më të sigurta në për të cilën kaloi lufta.
luftëtari i Drenicës, i Rafshit u Dugaxhinit, Llapit, Mitrovicës, Preshevës, Medvegjës e Bojanocit, ai i Tetovës apo i Gostivarit, ai është një libër për lirinë. Hasi mes luftës dhe lirisë është një libër për të shkuarën, luftën të sotme dhe të ardhmen e Kosovës dhe të çështjes shqiptare. Sakrificat e rëndë, invalid, humbjet, zjarret, të masakruarit, luftëtarët, dyert bojare që qëndruan hapur në vitin 98 dhe 99 i shërbyen një qëllimi, çlirimit të Kosovës. Pra të gjithëve na duket se libri Hasi mes luftës dhe lirisë është shkruar dhe për Hasin, dhe për luginën e Preshevës, Medvegjës e Bojanocit, dhe për shqiptarët në Maqedoni dhe për gjithë Kosovën. Faleminderit të gjithëve, veçmas autorës së librit Zena Rajmon. Më lejoni zonja Maleçka, por zonjush Maleçka, unë nuk do të lexoj të gjitha mesazhet që kanë ardhur në adresën tuaj. Ndaj po e mbyll me dërgesën e këtyre fjalëve nga Adem Gjurgjeviku, i cili citon: Ju përgëzoj për angazhimet tuaja dhe punën e palodhshme që bëni, mike e nderuar Rajmonda Maleçka. Urime për librin e radhës dhe suksese të reja të pandalshme. Me shumë dëshirë e kënaqësi do të prezantoja promovimin e librit tuaj, por nuk di a do të mund të jem atje. Me respekt, Adem Berisha Raovec. Unë i them zotit Adem që ky fat më takoi mua, ta prezantoj unë. Sigurisht e falenderoj edhe në emrin tuaj, Rajmonda, zotin Adem, dhe i them se ashtu si shtas, ky shans përsëri më takoi mua. Në faqen hyrëse të librit, autoria shkruan: Këtë libër ua kushtoj babait tim, i cili jo vetëm që s'më është ndarë hap pas hapi në veprimtarinë time në radhët e formacioneve luftarake shqiptare, por dhe pas lufte, për gjithçka dhe nënës time Xhume, e cila ka pritur dhe përcjell me qindra ish luftëtar të ÇK-s. Mbi të gjitha ajo ka përcjellur dhëmbjet e vujtjeve tona në luftë dhe në burgje, por dhe dhëmbjen e nënës së djemve dëshmor që ajo i ka ushqyer e i ka larë dhe nisur për luftë. Ky postulat, mesazh, është nga njës Rajmonda, falenderit në emër të të gjithë atyre që e përjetuan, e ndjen me dhëmbje ngjarjen, gjakun e dhënë dhe derdhën në luftën e Kosovës, ndaj agresorit serb, aso kohë për lirinë dhe sovranitetin e arritur. Sot Kosova shtet, sot Kosova në liri, si çdo fillim që ka një mbërim, edhe këtij aktiviteti promovues po i vjen fundi. Ndaj të ftoj ty o pend e luftës, t'i thuash auditorit dy fjalë. Eja Rajmonda. Të nderuar pjesëmarrës, ju falenderoj për ardhjen tuaj në këtë takim miqësor dhe promovues të librit Hasi mes luftës dhe lirisë. Libri Hasi mes luftës dhe lirisë, si dhe shifet në fundin e tij, ka qenë një punë e vështirë për mua, pasi ju kam përkushtuar më shumë se 7 vite punë. Më është dashur të lëviz në një terren të hapur dhe vështirë për të marrë rrëfimet autentike të njerëzve të thjeshtë, të cilët e prekën me dorën e vet realitetin e luftës për shlërimin e Kosovës, që kur ajo puniste hapat e saj të parë. Gjithashtu më është dashur të prek në maksimum përjetimet e këtyre njerëzve të thjeshtë, të cilët humbën të dashurit e tyre, humbën duart, këmbët apo syt, por nuk u mundën prej saj dhe fituan. Ky libër ka qenë i vështirë, jo vetëm sa i ka synuar një hapësirë të konsiderueshme informimi dhe pasqyrimi, por ngjarjet, personazhet, opinionet dhe protagonistët e rëndësishëm janë të shumtë. Dhe ata kërkojnë pashtu dhe një ekuilibër të domosdoshëm. Hasi në këtë luftë që një portë hyrëse e luftëtarëve të lirisë. Ishte një korridor i domosdoshëm që duhet të qëndronte i hapur, ishte gjithashtu dhe një vendqëndrim që për shumë arsye ushtarake ishte i rëndësishëm. E gjithë kjo reflektohet në librin e ekuilibrat që kësaj ngjarje madhore i dhan banorët e kësaj treve.
Ky libër ka qenë i vështirë dhe për nevojën e përfaqësimit të opinioneve të jo pak eksponentëve politik, ushtarak dhe ato qeveritar, të cilët kanë arritur të jenë pjesë e një vështrimi dhe gjykimi pozitiv dhe gjithëpërfshirës për luftën, luftëtarët të rënën, për njerëzit e thjeshtë të hasit. Ky libër ka qenë i vështirë, pasi ai ka reflektuar gjithçka ndodhur në shtëpitë bujare dhe pritëse të hasit, të cilat u bën njësh me luftën dhe problematikën e saj. Libri përpiqet që të evidentojë dhe realitetet e të rëndëve që siç dihet ishin të shumë nga hasi dhe rrethinat e tij. Gjithashtu ka pasur një kujdes të veçantë nga ana ime që në libër të ketë një faktor dominues ngjarjesh, pasi një libër të tillë, me kujtimin e një lufte për çlirim nga okupatori serb, e mbajnë ngjarjet. Libri ka mbi 300 rrëfime, opinione për kujtime dhe konsiderata njerëzish, ushtarakësh, ish luftëtarë, njerëz të politikës dhe drejtimit të pushtetit, me qëllimin që ai të jetë gjithëpërfshirës, i balancuar dhe i besueshëm. Në përfaqet e këtij libri ka rreth 1200 fotografi dhe ato të qëmtuara po ashtu si gjithë materiali tjetër lëndor në funksion të vërtetësisë së trevës së hasit mes luftës dhe lirisë. Dhe njëherë, ju falenderoj të gjithëve, duke uruar dhe pritur dhe libra të tjerë për hasin dhe këtë periudhë historike që ajo të jetë më e plotë dhe e lezetshme për të gjithë. Faleminderit. Tani duke ju falenderuar dhe në emër të autores, fjala e saj është dhe fundi i veprimtarisë për sot dhe ju falenderoj gjithëve për prezencën tuaj në këtë veprimtari. Mirupafshim herë të tjera.